Pas rritjes së vazhdueshme të çmimit të naftës në vend, qeveria ka vendosur të rikthejë edhe një herë bordin e transparencës, i cili synon të vendosë çmime tavan për karburanteve duke mos lejuar abuzimet nga ana tregtarëve. Vendimi për rikthimin e bordit është diskutuar mbrëmjen e sejntes në një takim informal mes ministrave në kryeministri, ndërsa pritet mbledhja e Këshillit të Ministrave që ai të bëhet funksional. Besoj se është nevojshëm sepse edhe zhvillimet në tregjet botërore janë goxha të rëndësishme. Kemi një rritje dhe një lëvizje të jashtëzakonshme të çmimit naftës në bursat ndërkombëtare dhe si pasojë edhe këtu do të ndjehet efekti. Për këtë arsye, me sa duket qeveria ka parë të arsyeshme që ta ngrejë bordin dhe ta funksionalizojë sa më shpejt dhe mundur. Paralelisht me rikthimin e bordit, qeveria ka ndërmarrë një tjetër masë për të ndikuar në çmimin final të karburanteve. Atë të uljes së taksës së akcizës me 20%. Për momentin, për shkak të vështirësive, për një periudhë caktuar edhe unë jam dakord që qeveria duhet të ulë jo vetëm akcizën, por të shikojë kë nga taksat mund ta reduktojë në mënyrë që të ulet çmimi përfundimtar i naftës. Mund ta ulë nga 25 deri në 30 apo 35 lekë të reja. Pra, nga 220 mund të shkojë prapë 180 apo 190, që është përsëri lart për një qytetar konsumator thjesht. Përveç monitorimit të naftës, qeveria ka ngritur edhe grupe terreni që po vrojtojnë çmimet e produkteve të shportës në Shqipëri, me synimin që të mos përsëriten sërish skenat kur ushqimet u shtrenjtuan në mënyrë të shpejtë në vitin 2022.